Ja që njerëz si ti që jepin dezinformata, që i rrajnë njerëz si ti që i rrajnë të gjithë qytetarët e kryeqytetit. Po, sa lagje i ki vizitu? Si njëri po të pyes, unë jam qytetar, po të pyes sa lagje i ki vizitu, sa lagje i ki qenë planin zhvillimor. Pyetja Nuk me pas as përgjigje për njerëz që kanë pru këtë ditë edhe komunën. Po të di ndaj tejes ka kërkuar shoplikim u përgjigj, se keni qeverisë 8 vjet komunën edhe keni shkatruar. Të nderuara media, faleminderit shumë që jeni prezent sot në administratën e kryeqytetit, këtu në asamblenë e kryeqytetit, ku edhe ne kemi bërë thirrje që sot të votojmë që ta qesim për diskutim publik planin zhvillimor komunal, pa një dokument i cili është i gatshëm tashmë gati 1 vjet e gjys, e që bllokohet gjatë gjithë kohës prej opozitës, pra edhe prej partisë Vetëvendosja, po ashtu edhe prej partisë demokratike të Kosovës, siç e pat edhe sot nuk i kishim ata asamblejistë sot këtu, asamblejistë të cilët janë të votuar nga qytetarët e kryeqytetit, të cilët po shoh edhe shumë postime që thirren në jo transparencë, pra thonë që nuk ka transparencë. Domethënë është e kundërta prej asaj çka ne po kërkojmë që 1 vjet e gjys, një dokument në të cilin kanë punu të gjitha drejtoritë, kanë punu institucionet, kanë punu qytetarë të ndryshëm, pra një dokument që është i gatshëm për diskutim publik, që t'i paraqitet publikut të kryeqytetit, që ta rishikojmë së bashku, të japim komente, propozime të reja apo ndryshime, nuk votohet që të dzilet në diskutim publik. Pra tentojmë për një transparencë të plot, transparencë totale, që 1 vjet e gjys dhe ja vazhdon bllokimi i këtij dokumenti. Ky dokument është me rëndësi të madhe për kryeqytetin në shumë sfera, pra në aspektin e edukimit, si zhvillohet edukimi, mësimi në kryeqytet, në aspektin e shëndetit, si zhvillohet po ashtu si shërbejmë qytetarët e kryeqytetit, në aspektin e zhvillimit rural, si e mbrojmë natyrën, ambientin, si e zhvillojmë turizmin malor, si krijojmë punë, në aspektin e infrastrukturës. Pra ku i kemi investimet më të mëdha kapitale në kryeqytet, si Unaza e kryeqytetit, si tash edhe fshati olimpik, i cili është më së nevojshëm për lojrat mesdhetare, si zonat industriale të cilat vyjnë për zhvillimin ekonomik të kryeqytetit dhe të gjithë vendit ton, duke pas parasysh që kryeqyteti paguan 49.8% të gjitha taksave të buxhetit të Kosovës. Pra e shumë procese tjera të cilat parashihen në këtë dokument me rëndësi madhore për kryeqytetin. Pra ata të cilët janë të votuar nga qytetarët e kryeqytetit e bllokojnë këtë projekt, këtë dokument, i cili është dokument ju ceka edhe më përpara, i zhvilluar së bashku me shumë drejtori, me shumë institucione, me shumë ekipe të ndryshme profesionale, e që tash, po them, kemi ftu seancën e radhës për me hap debatin publik. Pra ne kërkojmë sot ishte dashur me u votu nga asambleja, nga të gjithë asamblejistët, që ky dokument të jetë publik, pra të qitet, të bëhet publik dhe të diskutohet, të debatohet nga të gjithë. Dhe asgjë tjetër, pra nuk është miratim, po është për diskutim publik. Dhe ja që kjo vazhdon të bllokohet që 1 vjet e gjys. Komentet ne të gjitha këto i kemi pas, faktikisht ka qenë një periudhë kohore disa mujorshe, ku edhe ministrit janë vonu në përgjigjet e tyre, edhe kjo ka qenë faktikisht po ashtu puro politike që vetëm të zhagitet kjo çështje. Pikat të cilat ata i kanë përmend aty janë pikat të cilat, po them, gjatë kësaj periudhe kohore kur ne kishim hap këtë dokument për diskutim publik, munden me u përmirësu pa asnjë problem. Pra nuk janë çështje për blokad të një dokumenti për me dalë për diskutim publik. sa lagje vizitu proces kërkon? Një numër i madh i lagjeve të kohë. Ne vizitojmë lagje, kemi vizitu të gjitha lagjet. Të gjitha lagjet
Sa janë të njoftum. Po, ja që njerëz si ti që jepin dezinformata, që i rrajnë njerëz si ti që i rrajnë të gjithë qytetarët e kryeqytetit, pikërisht. Do me thonë, kjo është kryetar, sa lagje i ke vizitu? Si njëri po të pyet, unë jam qytetar, po të pyet sa lagje i ke vizitu, sa lagje i ke qenë planin zhvillimor. Çka është pyetja? Nuk ki nevojë me sulm me atë pamin e me të parë. Çka? Po mos thot që po rrajmë se si jam të rrajtim të pyet. Po s'lut me pas as përgjigje për njerëz që kanë pru këtë ditë edhe komunën. Vërtet është edhe kjo s'do më, kjo s'do më vetë përgjigje. Po të di na ide s'ka për kush obligimu përgjigj. Se keni qeverisë 8 vjet komunën edhe keni shkatruar. Atë do të përgjigje. Po partia jote 8 vjet nga qeveria. Veç lagjet kryetar, kur gjë tjetër, veç lagjet, cilat lagje? që po i përgjigjemi lagjet, në të gjitha lagjet të kryeqytetit kemi pas diskutime me publik në për të gjitha lagjet. Ne kemi diskutuar këtë çështje në për të gjitha lagjet e kryeqytetit edhe vazhdojmë me pas diskutimet publike në për të gjitha lagjet e kryeqytetit. Pra është një dokument i cili tash është i përfunduar si draft, edhe ne duhet me votu në bazë të legjislaturës për me qitë në debat publik. Pra me iftu prap të gjitha qytetarët që i kanë dhënë komentet e tyre, me pa se a janë marrë parasysh edhe a janë pjesë e këtij draft projekti. Pra transparencë totale. Transparencë totale. Krejt kjo kërkohet prej nesh këtu që ta qesim në diskutim publik. Pra jo në miratim edhe njëherë, siç edhe dezinformojnë çifti i tij, por në diskutim publik, në diskutim publik. Faleminderit. Cilat statistika janë përdorur për këtë planin zhvillimor komunal të ri? Sepse atë draftin të cilin unë e kam pas në dispozicion kanë qenë statistika të vitit 2011. Falë, po më prezantu vetëm kush jeni ju? Unë jam drejton të Valari, jam një ose çështje të planifikimit absolut, inxhinier i ndërtimtarisë. Okej. Unë jam përparim Rama, njës i çështjeve urbane, arkitektonike me projekte të ndryshme në shumë vende të botës, jo vetëm në kryeqytet. Pyetjet me vend, statistikat ne kemi marrë këto tash që i kemi, pra edhe censusin e kemi pas si pjesë të statistikave të cilat i kemi marrë parasysh. Në draftin e kaluar është para pa që me u zvoglu fshatrat faktikisht deri në ashtu shëndrim total pa qytetarë që jetojnë në këto fshatra. Ne kemi marrë parasysh edhe kemi pa të nevojshme që me zhvillu turizmin rural, edhe këto janë ato disa pikat që ndryshojnë. Përkundër faktit që deri në bazë të planeve regulative të cilat i kemi prej vitit 2011 e më parë, ku unë e kam cek gjatë gjithë kohës, që i kemi planet regulative që lejojnë për 54 milion metra katror, derisa Prishtinës sot ekzistuese kemi metra katror 14.2 milion, ndërsa i duhen ndoshta maksimum edhe 4 për 8 vitet e ardhshme, jo edhe 40, siç edhe i lejojnë ato planet regulative të vitit të para një dekade. Pra këto janë ato sfidat cilat ne i kemi para pa, edhe i kemi marrë si pjesë e këtij draft planit, pra plani zhvillimor komunal, ku edhe kemi para pa që aspektet të cilat nuk janë të zhvilluar, por që kanë potencial të madh, pra turizmi. Turizmi është një aspekt i cili edhe krijon punësime, edhe krijon riaktivizim i hapësirave të gjelbërta për me u dhënë çasti qytetarëve, jo vetëm qytetarëve, po edhe të gjithë vizitorëve që vinë edhe vizitojnë kryeqytetin. Në anën tjetër, krijimin e infrastrukturës, si unaza e kryeqytetit, e cila është më se nevojshme, e cila po ashtu vazhdon të bllokohet nga niveli qendror, po ashtu tash po vazhdon të bllokohet edhe mos me dalë as në diskutim publik. Pra edhe unaza e kryeqytetit që kishte me qenë një investim madhor më së nevojshëm për me zgjedh problemet e mëdha që i ka kryeqyteti në aspektin e trafikut, e po ashtu edhe të zhvillimit ekonomik, sepse nuk mundet me pas zhvillim ekonomik në një qytet i cili nuk e ka infrastrukturën për me ju përshtat nevojave të bizneseve, nevojave të qytetarëve, nevojave të shkollimit, të edukimit, të shëndetit e tjera tjera. Pra gjitha këto janë pjesë e draftit që ti nuk e ke pa. Për arsye se nuk ka dalë, nuk votohet për me bë publik. Nuk votohet për me bë publik. Pra është diçka që duhet me dalë
me leju, me votu asambleja që këtë draft të jetë publik për të gjithë qytetarët e kryeqytetit. Ne normal që do të provojmë edhe një herë që ta organizojmë me një herë seancën e radhës dhe i lus të gjithë asamblejistët që janë të votuar nga qytetarët e kryeqytetit që ta marrin përgjegjësinë që të vinë dhe ta votojmë këtë draft dokument që dalë në diskutim publik. Pra ta shohim të gjithë çka ka në këtë dokument. E pastaj të merremi me detajet e këtij dokumenti. Ne do ta thrasim sot seancën e radhës për javën tjetër, edhe do të provojmë prapë. Pra nuk do të dalemi duke provuar që ta bëjmë këtë draft dokument publik për secilin qytetar të kryeqytetit.